Lëndrimi nuk u përmbajt më. Pas shumë vëzhgimesh dhe fjalësh të mbajtura brenda, ai vendosi t'ia thoshte Ludos drejtë në sy atë që mendonte, pa filtra dhe pa diplomaci. Fjalët e tij ranë rënd në ambient, sepse godisnin pikërisht aty ku dhem më shumë, te varësia dhe loja e fshehur pas dikujt tjetër. Ti, kur je pa Albën, je si peshku pa ujë, ja plas Lëndrimi pa hezitim. Një krahasim i fortë, por i menduar. Sipas tij, Ludo nuk qëndron dot i vetëm, nuk di të përballet pa pasur dikë që ta mbrojë, ta justifikojë dhe t'i zbuzë goditjet. Dhe ajo dikush, sipas Lëndrimit, është Alba. Ai vazhdoi edhe më tej, duke e thelluar akuzën. Alba të mbron gjithmonë. Të jep të drejtë edhe kur nuk e ke, i tha, duke e bërë të qartë se kjo mbrojtje nuk është rastësi, por strategji. Sa herë që Ludo vihet në qendër të kritikave, Alba është aty për t'i dalë përpara, për ta relativizuar situatën dhe për ta kthyer vëmendjen diku tjetër. Lëndrimi theksoi se fal Albës, Ludo nuk përballet kurrë realisht me banorët e tjerë. Nuk të lën që banorët e tjerë të godasin, tha ai, duke nënkuptuar se Alba krijon një mur mbrojtës rreth tij. Një mburoj që e pengon lojën të jetë e barabartë dhe përballjet të jenë të ndershme. Alba është mburoja jote, përfundoi Lëndrimi me një ton të prerë që nuk linte vend për keqkuptime. Për të, kjo nuk ishte më çështje miqësie apo afërsie, por një aleancë e pastër loje, ku njëri sulmon ose provokon, ndërsa tjetra pastron pasojat, në shtëpi ra heshtje. Fjalët e Lëndrimit kishin goditur fort, sepse shumë banor kishin menduar diçka të ngjashme, por nuk e kishin thënë kurrë kaq hapur. Ludo mbeti i përballur me një pasqyrë që nuk ishte e lehtë për t'u parë. A ishte vërtet lojtar i pavarur, apo thjesht i fortë vetëm kur kishte Albën pranë? Ky moment shënoi një kthes të fortë në dinamikën e shtëpisë. Sepse kur dikush ta thotë të vërtetën në sy, loja nuk është më e njëjtë. Dhe akuzat e Lëndrimit lanë pas një pyetje të madhe që tani endet mes banorëve. Sa nga